12 grupe nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut kanë marrë pjesë në Folk Kid, festivalin folklorik mbarkombëtar për fëmijë në parkun kombëtar turistik të Drilonit. Grupet kanë sjellë në këtë festival kostumografinë e pasur të gjithë trevave shqifolse, ashtu siç sollën edhe vallet burimore nga Peja në Rajc, nga Devolli në Manastir, e nga Kolonja, Korça dhe Devolli deri në Myzeqe. Për koreografin e grupit folklorik të Pejës, Tasim Dajci, kostumografia shqiptare është shumë e pasur, ndaj një festival si ky i shërben ruajtjes së traditës. Me këto valle të bukura, ti po bën gjën më të bukur që po jep qytetit, po jep bashkëtarisë një kryevepër, me motive të ndryshmeve valle nga gjithë bashkë Shqipëria, me kostume legjendare, po bëhet një gjë që për një 2-3 vjet kjo ka për të arritur kulmin. Në të njëjtën linjë është edhe koreografi maqedonas Filip Jakovlevski, kur thotë se vallet e Ballkanit janë të ngjashme në tipologji, ndërsa tiruash është e vështirë për shkak të modernizimit. Mendoj që kemi të ngjashme në valle, këngë e traditë. Kufit janë politik, njerëzit shkëmbejnë njëri me tjetri kulturën. Ne jemi të ngjashëm, është e vështirë sepse ka modernizëm sot, ka telefona, ka teknologji. Marina Tërpo nga Pusteci ka ardhur në këtë festival në një kostum 200 vjeçar të trashëguar nga familja e saj, ndërkohë që Ina Begolli nga Peja ka interpretuar vallen e njohur të Rrugovës. Është i familjes sime, është i trashëguar bes pas brezi nga stërgjishërit e mi. Gërshetën e kam nga stërgjishën time, që kemi ruajtur në muze për shumë vite, dhe tani unë e kam e vete. Për më shumë se 3 orë, grupet kanë sjellë jo vetëm kostumografinë e krahinave të ndryshme, por edhe vallet, përfshi vallet e kënduara.